Një tjetër temë publike që është duke u diskutuar në radhë parë në radhët tuaj apo edhe më gjerë është ribrandimi i partisë tuaj. Çfarë nënkupton me ribrandim? Kjo është temë të cilët duhet ta diskutojmë në nivel të organeve të partisë. Të ndroni emër, vula? Jo, emrin e kemi ne edhe por mendoj se atë logo që e mbajmë, mendoj se ka nevojë për ndryshu diçka. Me vulat si do ja bëni, se këtu na ka ngelur gjithë çështja. Vulat i kemi ne. E kemi edhe përkrahjen. Dhe nuk i dorëzoni. Po jo, e kemi përkrahjen më të madhe se fraksioni tjetër. Domethënë edhe me komuna, edhe me këshilltar, edhe me çdo gjë, edhe me anketa, edhe me çdo gjë. Faktikisht, e dini, vulat nuk i takojnë kryetarit partisë. As partia nuk i takon kryetarit partisë. Vulat dhe partia i takon antarësisë partisë. Atyre të cilët gjatë zgjedhjeve mundohen të mbledhin sa më shumë besim, të marrin sa më shumë besim prej qytetarëve dhe t'i adresojnë në adresë të partisë. Kryetarët e partive janë emra relative të cilët vinë e shkojnë, kurse brendi duhet të mbeset, të zhvillohet dhe të jetë sa më e fuqishme. Unë për vete do kisha desh shumë më shumë të jem antar i një partie të fuqishme, sesa kryetari një partie inekzistente.